Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Si përfundoi e madhja Tinka Kurti në azil, zbulohet e vërteta. Kanë shpërthyer lajmet për një ndër aktoret më të mëdhaja, Tinka Kurti, shkodrania që ka përfunduar në azilin e pleqëve. Shumë veta po i qajnë hallin se si aktoreja e dashur për publikun po i kalon vitet e saj të fundit në një shtëpi të moshuarish në Tiranë. Kjo ndjeshmëri ka lindur pasi është shfaqur në një puntat në ekran ku është treguar pikërisht Tinka Kurti në këto ambiente azili. Ajo shprehet, kam pasur shumë probleme. Kam pasur fatin që erdha në këtë shtëpi që ju shihni, që është një mrekulli, por për mua është një tragjedi. Doja të ikja sa më parë, por tani nuk them se dua të iki. Jam mësuar sepse ka njerëz të mrekullueshëm këtu. Ka njerëz shumë të mirë dhe ambienti është i bukur. Më vjen mirë kur i përkushtohen kaq shumë artistave sepse nuk jam vetëm unë aktore në këtë ambient. Gjithashtu kam një dhimbje të madhe pas humbjes nga jeta të birit tim të vetëm. Në fakt e vërteta nuk është kështu. Tinka Kurti nuk është braktisur nga familjarët apo të afërmit e saj nga Shkodra. 10 dyer familjesh e të afërmish janë të hapura pikërisht për të. Ka qenë një zgjedhje personale e saj që të vente në atë pozicion. E ka deklaruar edhe pas kthimit nga Kanadaja në një rast kur ajo vizitoi dhe qëndroi disa kohë në familjen e djalit të saj të vetëm, Zef Kurti. Do të ishte mirë që media tradicionale apo media online të pyesin para se sa të shkruajnë. Jo çdo gjë është ashtu siç duket.